jeplin shumat më dha. Oxford Analytica vetëm gjobën e kishte 1 miliard euro. Pikërisht. Edhe ndërkohë kishte bërë 100 është treg milion. global, nuk është se e ka shpik Shqipëria. Dhe jashtë është shumë e vështirë në momentin që këto shkëmbimet dënash bëhen në cloud, se në cloud bëhen dhe është shumë e vështirë të detektohen dhe bëhen në nivel masiv. Por, duke qenë se Shqipëria ka një historik jo të mirë se i përket dënave personale, pra unë e minimizova pak, pra ka pas skandale pa fund të pjesët dënave personale, imagjinoni sikur dalin edhe dënat financiare. Do më thënë, pasi na doli makina, puna, rroga dhe gjithçka tjetër nga iranianët, tani do na dalin edhe blerjet, edhe gjithçka. A është ky edhe material shantazhi? Po nuk, domethënë, nuk e përjashtoj, nëse kaq shumë operator kanë dhëna për ty, në njërin nga këta, si e garantojmë ne dashamirësinë dhe shpëtimin nga dashakesia e këtyre operatorëve? Po si mund ta garantojmë kur thash këtu mungon elementi bazë që është ndërgjegjësimi, pra nuk ka informim. Pra është qytetari që është pronari i dënave, ai nuk është i informuar çfarë ndodh me dënat e tij. Biznesi i vogël që do t'i vënë në përdorim nuk është i informuar çfarë arrisjesh ka. Sepse në momentin që mund të ketë një sulm kibernetik, po themi tek sistemi i tatimeve, imagjinoni çfarë mund ndodh. Sepse po rritet volumi i dënave, pra imagjinoni, po shtrihet gradualisht në çdo biznes të vogël. Jo se s'ka ekzistuar më përpara, pra nuk dua të jap imazhin që jam kundër pagesave elektronike, Flavio. Pra, zhvillimi e ka dhe këtë. Do kaloj dhe nga aty. Patjetër, por në momentin që bëjmë një reformë dhe e quajmë reformë, duhet që të ofrojmë garanci shumë të mira sa i përket privatësisë dhe dënave personale. Dhe deri më sot unë nuk kam dëgjuar të flitet për këtë gjë. Cilat janë pikat e dobta të këtij projektligji, nga ato që ke parë? Nuk parashikon asgjë për pjesën e dënave personale. Domethënë, nuk parashikon e përkthyem siç përkthejmë çdo gjë. Edhe këtë projekt. Patjetër. Gjithë përkthimet merren shablon, por ndërkohë lihet një 10%, Flavio, unë jam jurist në profesion, dhe më ka rastisur shumë shpesh kur analizoj aktet ose akit europiane me legjislacionet shqiptare dhe lihet një 10%, 5 deri në 10%, jo i përputhur plotësisht dhe aty bëhen gjithë marifetet, Okej. Kjo ka ndodhur ke ligji për mbrojtjen e dënave personale, dhe këtë e them publikisht dhe me bindje të plotë. Kjo ka ndodhur dhe me shumë ligje të tjera, edhe me ligjin e AI, që është projekt ligj për momentin, që u diskutua ditën e djeshme. Edhe atë se kanë përkthyer tamam, siç duhet. Ka përkthime të gabuara, po duket nuk dua t'i fajsoj, po them nga volumi i madh, sepse është një ligj me një projekt ligj me mbi 100 faqe. Dhe është nivel shumë i lartë teknik në të shprehur. Dhe mund të ndodhi që ka gabime në përkthim, por është për konsultim publik. Dhe u bëj thirrje juristëve, por edhe çdo subjekti që preket, po themi bankat dhe sektorëve të tjerë që strategjik që i vënë përdorim teknologjinë e AI, të jenë shumë të vëmendshëm dhe të shprehin opinionin e tyre, pasi kanë shumë pak kohë më duket deri në 23 qershor është për konsultim publik. Dhe ta shfrytëzojnë këtë hapësirë. Në eksperiencën tënde, Edrin, një qytetar i zakonshëm si puna ime apo edhe një moshe tretë që janë akoma më pak të informuar, por e kanë një kartë banke. Si mund t'i mbrojnë, çfarë mund të bëjnë për dhënat e tyre personale, individi? Kanë rezistencë? Tani këshilla ime është që të shmangen në maksimum pagesat me kartë. Në maksimum? Në situatën që jemi. Sepse po të ishim në situatë tjetër, do thosha tjetër gjë, po në këtë situatë të shmangen, për momentin flas, dhe të përdorin transaksionet në kesh. Shiko, ka një koncept shumë të gabuar për keshin. Keshi është, si me thënë, komardarja e fundit e shpëtimit. Pse? Ruan anonimitetin e çdo veprimi që ti bën. Më fal, unë para disa kohësh isha në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Amerikë nuk të thot njeri me detyrim përdor kartën. Aq më tepër edhe aq më keq të ta imponoj shteti këtë gjë. Duhet të jetë e pavarur, pra qytetari të ketë mundësinë të zgjedhë cilën mënyrë pagese do përdor. Pra unë shikoj këtë qasje dhe këtu them është qasje gabuar e qeverisë dhe e bankave që janë palë në këtë gjë, që po e çojnë drejt detyrimit të qytetarit të përdor kartën. Nuk mund të jetë kështu. Duhet të ketë barazi midis transaksioneve elektronike, pra qytetarit të zgjedh në mënyrë të lirë. Jo ti imponohet kjo gjë, po shkon drejt saj. Qëllimi final për mua, unë mendoj,
është mendimi im personal, është që të zhdukja paras kesh. Për që është palemruar si rrezik në fakt, edhe në Europë. Kjo është e drejtë themelore, nuk mund ta zhdukësh këtë gjë. More shembull Amerikën. Domethënë duke zhduk keshin ti në final as nuk je pronari parave tua. Absolutisht ti u mbet një pjesë të mirë të kontrollit mbi të ardhurat e tua financiare. Mbi mënyrën se si do t'i përdorësh ti qëllimin e përdorimit të ardhurave të tua financiare që në fundit janë të tuat. Dhe ti ke të drejtën dhe je i lirë të disponosh. Ti për një javë, për shembull, prishet një javë sistemi bankës. Imagjino të ndodh një sulm kibernetik në rrjetin e bankave dhe me që po e diskutojmë këtë gjë, me lejo të them, para disa ditësh është bërë një takim midis shoqatës bankave, Ministres e Ekonomisë dhe Inovacionit dhe Akshit, ku synohet krijimi. Nga kush u përfaqësua, nga Gysi apo nga drejtori i ri që është i Akshit, Igli. Që ishte po pjesë e grupit. Patjetër, dhe është publike sepse është në faqen web të Bankës së Shqipërisë, doli në televizion, pra është bërë publike si event. Dhe unë pse u alarmova në këtë pjesë, sepse mas shumë vitesh, se është një tezë që është hedhur shumë vite përpara. Synohet që të ketë një lloj ndërveprimi, pra krijimi një mekanizmi ndërveprimi midis sistemeve bankare dhe sistemet i Albania, databazave shtetërore. Ku do shkëmbehen dhënat? Tani, këtu ka, duke qenë se ishte takimi parë dhe nuk ka, është thjesht në projekt, do krijohet një grup pune, thuhet. Patjetër që unë dyshoj që edhe kjo ka një prapavim mbrapa dhe synimi final do jetë patjetër që dhe bankat ta aksesojnë nga databazat shtetërore, po dhe anasjellta, se kjo nuk thuhet. Po unë mendoj që dhe Akshi do aksesoj, mendoj. Nuk ka asgjë konkrete. Do me thënë, shpresoj që jo, por mendoj që do ndodh. Po historia ka treguar të kundërtën? Historia ka treguar të kundërtën. Dhe kjo do përbënte rrezik të madh, sepse do ekspozonte të dhënat bankare në sistemet, në Albania dhe në sistemet publike. Pra do na bëhet një hetim jo nga prokuroria për çdo hetim pasuror. Do ketë shkëmbim të dhënash sipas lajmit që është publikuar, do ketë shkëmbim të dhënash midis bankës dhe sistemeve publike, databazave publike, që administrohen ose janë nën tutelën e Albanias, pra gjithë databazat shtetërore. Këtu ka një risk shumë të madh pastaj, sepse normalisht të dhënat që ne kemi dhënë bankës, ja kemi dhënë bankës, ja kemi dhënë me pëlqimin tonë të lirë. Dhe nuk mund të përdorim për një qëllim tjetër. Dhe anasjellta, të dhënat që administrojnë institucionet publike. Pra, këtu qytetari duhet jetë në qendër të çdo lloj veprimi, duhet jetë shumë i informuar dhe duhet jap pëlqimin e lirë. Dhe kjo ka risk për bankat, sepse normalisht bankat që të bëjnë përhapjen e dënave ose aksesin e dënave të qytetarëve nga databazat shtetërore duhet të informojnë qytetarin, duhet marrin pëlqimin. Pra, është shumë e komplikuar çështja, sepse edhe me ligjin e ri për mbrojtjen e dënave sanksionet janë shumë të larta, duke shkuar deri në 2 milionë euro ose deri në 4% të xhirës globale vjetore. Pra imagjinoni nëse një bank mund të bëjë një shkelje të tillë, ti shkoj gjoba deri në 4%. Gjithashtu historia na ka treguar që bankat bëjnë shkelje her pas here. Ose siç ishte rasti i fundit që për fat keq po. Thjesht ja morën lekët nga llogaria që nuk është as hera e parë dhe e fundit që ndodh. Që do të thotë jemi para një revolucioni, na thanë që ishte inteligjenca artificiale rrezik për njerëzimin, por që ka budalliku natyral i pushtetit praktikisht. Rreziku i vërtetë. Bankat kanë rezistuar deri para disa vitesh, pra u është bërë njëta kërkesë nga